Këto pamje shqetësuese vijnë nga fshati Gërmenj në bashkinë Divjak, ku trotuaret janë mbuluar prej muajsh nga ferra dhe bimësjegër, duke i kthyer ato në pengesë të pakalueshme për banorët dhe kalimtarët. Sipas vetë banorëve të zonës, ecja në trotuar është bërë e pamundur dhe shumë prej tyre, përfshirë fëmijë, janë të detyruar të lëvizin përgjatë aksit rrugor, ku lëvizja e mjeteve është e dendur dhe rreziku për aksidente është i lartë. Shqetësimi më i madh është mungesa e ndërhyrjes nga ndërmarrja e gjelbërimit dhe pastrimit të bashkisë Divjak, pavarësisht situatës së njohur. Drejtori i kësaj strukture, Cercis Turhani, akuzohet nga banorët për neglizhencë të vazhdueshme, pasi kjo nuk është hera e parë që fshatrat e kësaj bashkie përballen me mungesën e mirëmbajtjes së hapësirave publike. Ky problem i përsëritur është një këmban alarmi për institucionet vendore, të cilat kanë për detyrë të sigurojnë mjedise të sigurta dhe të pastra për qytetarët, veçanërisht në zonat rurale që shpesh harrohen. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për pastrimin e trotuareve dhe rivendosjen e sigurisë në këtë segment të rëndësishëm.